Me lejoni ta citoj. Duke marrë parasysh elaborimet e mësipërme, gjykata vlerëson se afati prej 30 ditësh i përcaktuar nga kushtetutbërësi në paragrafin 1 të 966 nuk mund të trajtohet si afat brenda të cilit vetëm duhet të provohet konstituimi i kuvendit, por se ky afat në ndërlidhje me përcaktimet e nenit 2 dhe paragrafit 2 të nenit 4 dhe nenit 7 e nenit 65 e tjerë numërohet baza ligjore, është afat brenda të cilit duhet të konstituohet kuvendi. Pra thuhet, jo vetëm të provohet, por të kryhet konstituimi. Është e bardha në zezë me shqipe shumë të qartë për me lexu gjithkush. UD presidentes që thotë shkoni në gjykatë kushtetuese, duhet t'i bëj disa pyetje përmes jush. A ka nevojë që kjo dispozit më sqaru? Pse duhet edhe një herë në gjykatë kushtetuese? A e një zonja UD presidente këtë akt gjykim të gjykatës kushtetuese? A ka qytetar që mendon që në këtë paragraf ka paqartësi? Unë nuk besoj që ka njeri që ka mbaru shkollën fillore dhe që nuk e kupton këtë tekst. Jam i bindur. Jam i bindur që kuptojnë gjithë, është shumë e qartë, nuk është gjuhë teknike, nuk është gjuhë profesionale se merr vesh askush, është gjuhë e përgjithshme që e merr vesh çdo kush që din shkrim dhe lexim. Prandaj thirrja për me shku në gjykatë kushtetuese është për me vonu konstituimin e kuvendit, për me ndërtu një blokad politike në shkelje të kushtetutës. Kushtetutat ekzistojnë për me vënu pushtetin nën kontroll, që pushteti me që nën kushtetutën, jo pushtetin mbi kushtetutën. Sot ne pushtetin e kemi mbi kushtetutën. Qytetarët e Kosovës duhet ta dinë që këtu nuk është çështja vetëm për shkelje të një afati, të një nenit, të një procedure të vogël. Regjimet autoritare kështu vendosen. Fillon me pak e një ditë, kjo shkelje që ndodh në organin kryesor të Kosovës. Mos të kujtojnë qytetarët e Kosovës që nuk mrin deri te jeta aty. Mos të kujtojnë që ky pushtet autoritar një ditë nuk troket nderën e një qytetari për mi shkel drejtat themelore, për me ja bankrotu biznesin, për me shkel drejtën për punë, për me bërë çdo lloj shkelje tjetër drejtave dhe lirive të njerëzit. Prandaj nuk është një moment ku duhet të heshtim, është një moment absurdi ku një dispozit kaq e qartë, kaq e thellët interpretohet sikur qenë ka konfuze. Si mund të thush kësaj dispozite? Kjo është fyrje, është tallje me popullin e Kosovës. Njeriu që ka qenë ministre e drejtësisë, që ka qenë kryetare e kuvendit, që sot është ushtruese e detyrës presidentes për shkak të krizës që u prodhu. Na thotë se kjo s'qen ka e qartë. A ka dikush, me qenë se Kurti ju pyeste dia, a ka dikush që don zgjedhje? Unë i pyes, a ka dikush se kupton që akt gjykim? A ka dikush që mundet me më thonë këtu mu, që ky akt gjykim nuk po thotë që dje u dashur me kry konstituimin? A ka një tillë? Nuk besoj. Jam i bindur që asnjë jurist sot në Kosovë, asnjë qytetar i zakonshëm, se s'është çështje komplikuar mirëdije, nuk e interpreton si të interpreton pushteti. Prandaj kemi të bëjmë situatë ku pushteti ka dalë totalisht jashtë binarëve kushtetues, edhe ne sigurisht jemi këtu për të ushtruar mandatin tonë, betimin që kemi dhënë, për me mbrojt kushtetutën. Në betimin, në tekstin e betimit shkruan, ne betohemi të mbrojmë kushtetutën e Kosovës në rand parë. Atë po e bëjmë sot, kemi ardhur këtu, e do ta bëjmë me çdo mjet që është e mundur, se kjo është çështja për cilën na duhet të angazhohemi gjithë, jo vetëm si deputet, po si shoqëri. Në serazat e gruda, çfarë hapa do të ndërmerrni fillimisht? Prania juaj këto, çka do të thotë? Do të merrni pjesë në seancë apo jo e dyta? Kemi dëgjuar kështu përparim Grudën e Partisë Demokratike të Kosovës, i cili ka risjellur akt gjykimin e gjykatës